Forumi Rinor Socialist festoi këtë të diel 25 vjetorin e krijimit të tij. Në kongresin e kësaj strukture brenda Selis Roz, kreu i qeverisë Edi Rama i kërkoi të rinjve të dalin der më der dhe të kërkojnë votat e shqiptarëve. Në 18 qershor, Partia Socialiste do të jetë më shumë se sa në qershorin e 2013. Ne të gjithë kemi tmetat tona, ne të gjithë bëjmë gabimet tona dhe patjetër edhe Partia Socialiste, që është sot gjithnjë e më shumë, forca jo vetëm më e madhe numerikisht, po dhe më e besueshme e shqiptarëve, ka tmeta, bën gabime, por është zgjedhja e qartë mes të ardhmes dhe të shkuarës. Der më der dhe zemër në zemër të përcjellni një mesazh shumë thjesht. Kush ka në dorë një vot, ka në dorë të përcaktoj nëse Shqipëria do të vazhdoj përpara apo nëse Shqipëria do të kthehet mbrapa. Gjatë fjalimit të tij ai theksoi se reformat nuk po i ndërmarrin për efekt fushate, por për të realizuar kthesën e madhe nga e shkuara. Ne nuk duam të shtym kohën tonë në pushtet për të marrë me të mirë të gjithë ata që u gënjyen për vite e vite të tëra me lëmosha e me indulgjenca, por ne duam të shohim gjithë drejt në sy dhe t'ju themi Shqipëria e gjeneratës tjetër nuk meriton të jetë kopje e Shqipërisë që trashëguam. Në kongres ku prezantua dhe statuti i Forumit Rinor pas 12 vitesh mungesë të këtij dokumenti, pavarësisht se kishin marrë ftesë, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, themeluesit e Freshit, nuk morën pjesë. E vetmja përfaqësuese e LSI-s ishte Florida Kërpaçi, kryetarja e LRI-s.